O, Zot, ku me gjitë, tang të rrugë, njeta, të ftufta. Lirik, bi, ku je, moj non? Ku për mu? A mos ka ndodhë në isan, moj bi? Në rësirën e këtij qyteti. E di, se nuk është letë. Veçon s'po muj mu këthy në shpi pa pa Liriken me sytë e mi. Nuk e kam shpirtin rahat. Pa e ditë se qësh është fëmija jem. Lirik, oj Lirik, e ku je ma i bi? Apo të kujtohet oj non? Ato darkat në verë kur të thësha, mos u gut për martes. E ti vesh që keshe. E më thëshe, oj non, nuk ka gja ma të bukur se dashnia. Oh, dashnia, të ka pru deri këtu. E tash unë për të kërkoj rrugëve gjithaneje se di ku je. Lirika, ku je ti bi? A të më duk zani jëtë apo veç më thirre? Mirë, faleminderit o birë. Bi, unë s'kam ardhë me të bërtit, as me të thënë këthehu. Po veç kam ardhë me këshyrë me dita je gjallë. Mos harroj, bi. Edhe kur krejt ta kthejnë shpinën nana nuk të harrën kur. Lirik, ku je më i bi? Ku je më shpirti nanës?
Hajde ftyrë mirë se erdhe. Mi se gjeta. Pra ato jo. Nuk të prita që vjen sot. A je për me pi diçka? Jo, se pas ke shumë të vënesën. Qysh po kalon ti? Vallaj mirë me thonë që shto jeta o bu shumë dinamike, punët nuk përna shkojnë që shpodojna vetë, me hallë me tërë të që po më nomi pak. Me shty. Kaltrin be kaltrin. Ava jele mësënis më ankesa. Po ka të zënë shakone, ndaj mësënit së në të rej. Unë a dita tira në telefonë dhe të regova që ka diçka të re. Që sa jere, a? Po herën e fundit kur falem. Po, sa herëm ke thonë ka diçka, Ama po kësa më ke herë do është diçka. ndryshe. Kësa herë është diçka shumë ma e sigurt. Ka të bëme me një femën shumë të sjellshme. Një femën që e ka pas një dështim në jetën e vetë. Thjesht u dapi burrit, nuk është si kur herave tjera, punët e tjera që kena bu, kjo ka shumë dallim për atyneve. Shuqa jota, a? Po, shoqja jam është. E ti po më bjen mua? E di që është pak shumë ndërlikume kjo pjesë, po na e kena punë. Edhe punën tonë vi gjitha e respektojna. Kjo po më do këtë pak e rrezikshme bre? Nuk besoj që mënët me pas nejsen rrezik, se thjesht çdo sen që bëhet me dëshirën e vetë, na nuk e shtina me ja imponu, kërkona me hinë që të rrugë. Po, unë me të thonë drejtën, e kum pas shumë problem, se kum pas shoqët shpirtit. Edhe deri dje i kum thonë zemër. E qëta është po më pëlqen? Si gjithmonë, paret para punës. Veç du garanci, Katrin. Su me pas drama, as me polici, su me pas lot. Te edhin fort mirë rregullat e mia. Ftyrë, edhe ti e din gjithmonë. Ftyrë, unë i di shumë mirë rregullat e tua. Po kjo e ka një histori shumë dëmshme. Edhe ti dush më premtu mu që nuk duhesh me trajtu si femrat e tjera. Sa atëre më ki edhe mu përballë. Ku me shumë? A nuk po ma qatë dhe mu një? Po, mani. Mos më moj ligjerata, Katrin, se nuk jam fëmi. Po ka thënë ku e ki vendin e ku muj me e taku. Ajo për momentin është srehun banesën tem. Besoj që edhe pak më në të me ardhë. Edhe ty du më të kom prezentu faktikisht të ajo që je një biznismen shumë i madhë. Që më nëshme ja afru një punë shumë të mirë. Edhe ajo është në banesë tem të nejtë. Po ftyrë, për rapë po të adhonë. As ti nuk banë më ndollë për fjallës, se fjalla është fjallë. Ajo mu gjithmonë më ka përmazi. Punë ndjeshme është kjo. Po besom që s'ka me bonoj sa që s'duhet më bo. Serë që më ke premtu, mu fjallët e tua më ka ndollë. Po shpresoj që edhe kësa here, nuk e më shgëny. Ki besim mu. Pa tjetër ftyrë që të besoj unë. Ama kësa here jem të një shumë keqë. Se ajo më ka besu shumë. Edhe tjetra është që besada më dënë shumë. Nuk e di as vetë. Pse jam të po këta? Se
Parja nuk të bën të lumtur e as dashnia. Po mos harro për shkak e këto, Katrin. Unë e ftyrë, gjithmonë jam këto për punën tem. Në këtë botë, ose shat, ose të shotojnë si top futbolli. Ftyrë. E di që shumë ka thira jam. Edhe më ka besu taman si kur mutër. Po kur erë tonë me kërku ndi, nuk mujta mi thonë jo. Edhe tash e ditë që shem të një vetë, Qysh? si kur jam të shik, shpirtin tem bazar. Po mos harro, Katrin. Biznesi o biznes. Po ftyrë, gjithmonë e kena ditë që biznesi është biznes, edhe puna është punë. Po ka njëherë jena edhe na njerës, jena pi gjakut edhe pi mishët. E po, Katrin, puna është punë. Po mos harro se për shkak e këto. Nga ftyrë që pa thamë. Puna është punë. Edhe gjithmonë punës tame i kum nejtë mas, edhe fjallës tame. Ama kësaj herë është gjithë shka ma ndryshe. Lërikën, du më ma trajtu mënyrën ma të mirën që shështë. Punë mi gjithë, ama jo mi ja bëhet si kur tjerave që shja ke bu. Se lërika nuk është vetë tash. Unë e kum shti lërikën në qëtë lojë. Edhe faktikisht, vajza nuk e din as vetë se në qëfar lojë është u hi. O të ditë që e të hi me një punë biznesi. Ti me ato aftësit e tua kemi mundu me majtë për veti. Ama jo më ma keq përdor. Se kësaj here, tyrë nga mirë çka pa ta. Kësaj here ka kufi. Atëre pse më ke firë? Pse ma ke qe derën? Te e din që nuk ka për me u këpy ma mbrapa. S'ka më vajza të mërashme. Ti e që këto është veç kush fitan e kush hup. Ditën e mirë. Ditën e mirë ftyrë. Lirik, a je biti? Lirik, a je ti bia në mu? Kush s'ka pru këto? Qysh ke arë këto? Kush s'ka pru? Kërkush bia jeme, po veç zemra jeme ka ndje dhe erdha këtu, e gjeta këtu. S'kom dash me të pa që shto nanë, s'kom dash me arë të në qytet, se ti si e mësu me këtë ftofësi, me këto rrugë. E ti menon se unë me nejnë në shpi e me hangër, e me pi, e mos me dit ku a gjaku jema? Jo më i bi. Gara pi ka ta në natën s'ka mujt me fjetë. Besa as babes tanë si kam tregu që jam marrë këtu. Pra ti pas ka arë më sheft. Si dikur natën kur shka që me mbledh manafera, e zdoj që me qu babën prej gjumit. Veç tash më s'është ai gëzim. Nuk mu isha ndryshe i bi.
Se ai nuk e kupton. Se baba ju të thot mos u përzi, se nuk ashtë aja bia ju në ma për neve. Po unë gjakun tem nuk muj me fshi prej shpirtit. E pse ke ardhë pra? Se po me kujton qëto plak që jëm të munu mi mshel. Krejt ma kanë këthy shpinën. Krejt. Nuk e din që është ndjenja me dasht me zemër e me u gjujtë si leck. E di jo e bi. E ndjenë trup si një plak që nuk myllët kur. Po unë nuk kam ardhë me të gjyku. Kam ardhë veç me të po, me dita je gjallë. Jam gjallë. Amo për sa kohë se di, çdo ditë pesha botën ma të sprast. Njerës për më këshyrin si më koni torp, shoqet as njona s'po më fol. Edhe Kaltrina që e kum qujtë shoqet mirë, se di edhe ajo ka ndryshu shumë. Kaltrina? Ju nuk pen jo. Çka kiti me ta? Se di, diçka po më thotë që s'është mirë. Ja ka nisë me më folë për do punë, për do mundësi, ama është më tokë si kur ka diçka tjetër në men. Ama nuk po më june me ju anku, se ko me të krejt vetë. Nuk je vetë, bia jem. Më ki mu këtu. Unë kam ardhë veç me të pa e me u siguru që nuk jenë rrugë të keqe. Nan, a e din sa herë ku më lyp ndim, kërkuj s'ka mujtë. S'është më lënë turpi. Fjallët e botës, pasojat, më kanë mbra ma shumë se sa që ju më da. Edhe kur pikujtoj fjallët e babës a ditë të shpia që mi tha, se di, e përmenoj që s'ka me më folë kur. Babës, jashtë thy diçka mrena. Po një ditë ka me kuptu që dashnia prindit kur s'ka mu fik. Unë e di. Ta shpesha që jeta pa dashni, pa besim është veç një sprasi. Po s'po kam ku me shku. As në shpe, as në zemër dikujt. Jam të najt me një dhomë të ftoftë që po majnë muret e qasaj dhome. E krejt në qëtë ko, me menën tam ku më full veç me ty nanë. Më i bi, me mujtë me e këthy kohën prapa. Të kisha marrë në shpi, edhe si kur më u përqa me krejt botën. Po s'po gudzoj, nana. E tash po të shoh si kur me pas hub gjysme në shpirtit. Nanë, mos u më lypë, më të lutë, nanë. Se s'jam do e ditë ku jam të shku. S'po du me të pa të u ligë prej malit që e ki për mu. Ma mirë me më kujtu se dikur, kur kesha, kur knajsha në përobar. Ajo lirika ka vdek. Kjo që e ki për balë, është veç hija e saj. Mos e thuj kur atë fjallë. Për sa kohë zemra jote rre, ti je gjallë, e fort, e guximshme. Veç je rëxu në disa momente. E nana e mirë nuk e le kur fëmin me ra për toke. E çka po bën tash? Po dojnë me më ngrej prap që me më rëzu bota për herë dytë? Jo, veç po të mojnë ngrah pak, sa me marë frim. Sa me di që dikush dën ende pa interes. Se bota është e ftoftë, shitet e blihet dashnia me fjallë. Po nana nuk e shet kur. E babës, çka po dojnë mi thonë kur të kthejesh? Që je taku me bijen e vetë që ai se ka pranu. A po dojnë mi kallzua, qa po dojnë me bo? Jo, s'ka me ditë kur gja. Nashta në do një ditë tjetër kur të vish vetë, ti trokiti shënder atëherë po. Se nuk du mi adhez shpresën e mi adjek zemrën prapë. Po nanë veç, nashta ajo ditë nuk vjen kur. Nashta baba s'don me më pa më kur. Atë kujtohet kur ishe e vogël e të bajsha me premtu që kemi përballu çdo gjë lirik. E tash është koha me të regu atë forcë. Mos u dërzoj, bi. Jo për mu, as për babën, por për vetën tënde. Nanë, faleminderit që ke ardhë. Ama, edhe nëse nuk thejna, dije që vetë s'kum ditë qysh me jetu ndryshe. Zotit u zoftej, bi. E unë sa të kem frim kam me të kërku. Se nana kur se harrën gjurmën e fëmizve. Ftyra u love, të shka love. Mirë, mirë ti. Mirë se erdhe.
Mirë se gjeta. Po të shërbej pak me Okej. të kanë se ka artë pak të ndokot me festu. Për një fillim Mirë se të ri. Me shumë knetësi. Kur po të janë shoqja. Nuk besoj që vanohet. Besoj që shumë shpejt vjen. Po kujdes shpocjel është. Që ki shprehi në atë mënyrën tonë të ftohtë se që ka shumë ndjeshme. Si më pak ma gjallë të rmenë, ma i respektushëm. Kalzoj vetin se. Mos tanin, ti me folë kur duhet. Veç shpresoj që nuk është një rast tjetër që më shkon puna katë. Për atë arsye po thëmë që të regoj e vetën që të me. Hajde gëzuar në një. Suar. Reqit se në këtë loj, fjalla jo të vlenë ma shumë se sa fjalla jam. Pikërisht kjo për më pëlqen, që më mejtë në fjallë. Se ta këmë dhamë vesën të qka, që Kaltrina më ka për mrapa. Edhe nuk du as një hanjet më më zhënjë. Zilja. Hajde Kaltrin, mirë se erdhe lëgjë. Mirë se gjeta. E kena një musafir. Kjo është një miki imi. Paka shumë të besoj që të kom pullë për ta. Si, a e mirë? Mirë, faleminderit. Ftyra. Hajde lo, shkollu. Që shkalova, ishë ftoftë për jashtë. Po, valla, ftoftesh, Kaltrina. Qa bone të shkalova? Hiq të mbanis, e ftova këtë mikun tem për prezentoj kjo është ftyra. Paka shumë ta kom spjegu për ta, që ka disa bizneset veta edhe mirët me disa projektet mëdhaja. Okej. Ftyrë, kjo është Lorika, Ja, mirë. për ndryshe është shoqja jama. Edhe kjo është ta paka shumë të kom spjegu që ka nevojë për me ndimu. Edhe besoj që këtë punë kena me kry. Ja për ty, ja për kanë. Faleminderit. Shumë që Ftyrë. janë. Shumë faleminderit Ftyrë. Ska përsa. Jerik, ku ngo shumë fjallë të mira për ty prej shoqës tamë. Faleminderit shumë. Edhe mu më ka të rëgu Kaltrina që je një mik e saj edhe që i ki do firma punon me biznes. Po ashtu është. Pak to, pak jashtë, po si kur krejt, me punë. Lirik, që shta kom spjegu Loçka, që kemi mirët me biznese, me firma, edhe besoj që Ftyra kësa herë ka më animu për shkak me je. Halë që është Ftyrë? Po, ashtu është. Edhe kena me vazhdu për para. E di që Katrina nuk me lonë vesh me fjallë, po nëse mundem për me ndimu me atë sa kam mundësi. Unë e Ftyrë të kom spjegu që na dojna vepra, nuk dojna fjallë. Edhe unë edhe Lorika jemi shoqe qysh ma ti. Unë s'po di çka me thonë, se për momentin e kam kryt e përzim, po veç e di që po du më kthy me punu pastër, me ja kthy vetes besimin, mos më varë te kërkush. E api shef Ftyrë. Të kom tregu ma herët. Që kjo ka dallim prej vajzave tjera. Edhe që si vajza si kjo na duhen. Katrin, e rallë po e pyeshme, e bukur po e lovër. Ku e ke mojt më shem tjere tash ke qikë. Po femnat e bukura gjithmonë janë të mshefta. Nuk shfaqen pash që është të shpo me nanti, me të dalën dritë. Te edhim paka shumë Ftyrë që shkojnë të sen. S'po du as me vajtu, as mu përmen. Kretë qa po du është me gjithë një punë pastër, një punë të mirë, edhe me punu. Unë edhe një shok jam e kena një kompani jashtë vendit, edhe aty mundem që me të marrë punë.
Jashtë, s'po di për jashtë, se nuk është që e ku menu herë me shku jashtë. Këtu e kam nonën, e kam babën, i kam krejt, nuk e dija muj milon vetë. Jo, ftyrë. Nuk isha thonë që kjo me njerë me dalë jashtë të vendit. Me startu njëherë këtu, mu ambientu njëherë në punën e këtuhit, me fillu me marrë vetën, tani për me dalë jashtë shtetit, Lorika është famën e rritun edhe vendos vetë. Që shto pelojnë pra? Po e fillojnë pra me disa takimeve 5 centime të kompanive to. Nëse të pëlqen, mirë atëherë. Nëse jo, nuk të moj me zollë. Hajde gëzuar ftyrë, pro. Gëzuar shoqja jeme. Kaltrin, Ti nuk dashte me pikur qa, a? jo, faleminderit. Po du me të pyet diçka. Por, në? A i ki provu ti vetë me punu me këta njerës? Se të qysh është më duk që kresanat jonë të ndodhë shumë shpejt. Po, Loqë. Ama une nuk jam për këtë punë. Ta ku më spjegu ma herët, që njetën e re, vjen një shoqni e re. E di që po do këtë gjithë shka shpejt. Po kur njeri e ka një shoqni të mirë pranë vetës, si koron e ftyrën që shë kam këtë rast, gjithmonë vijnë punë të mira, me një shoqni të mirë, me një rrath mirë. Nuk po të fat as kosh për me vendosët. Po hajden në zyrën tam e shef ambientin e punës dhe nëse ambientosh mundesh për me fillu me punën. Besoj që kështë këtë ditë, janë edhe shef punën. Në rregull, thjesht nuk po moj me qetësu vetën se prej që ju mda, nuk po kam më besim të kërkosh, s'po moj me besu dikujt. Ndëgja shpirt. Është e vërtet se jeta o bo shumë dinamike dhe nuk ka nevojë sot për sot kur kona njeri mi besu. Po ka, egzistojnë ala njerës të mirë. Kështu që besoj që ftyra ka më të një mu me një punë shumë të mirë. Edhe ki me vazhdo jetën për para. Unë të kumë spjegu ma herët. Në që se vazhdanë me menu mrapa, asë njëherë nuk ka dritë për para. Kështu që mbyllën derën mrapa edhe vazhdo jetën për para. Hajde gëzuar bro. Gëzuar. Për njerëz që nuk tutëm ja fillu gjithë shka pezarës. Për fillime, s'po di. Kjo po ndoket shumë e bukur për më kanë e vërtet. Nuk ju mësu me njerëz që të ndihmojnë pa arsye. Lori Kloçk, ky është desh më të ndihmu për shkak të amin. Sona kam mik vjetër. Nuk po të kërkan asgjë. Thjesht po të afron një punë. Nasha është kohë për me mësu që nuk janë këtë njerëzit dhe këqi. Pikërisht ja thash edhe unë këta që ka njerëz të mirë që të ndihmojnë. Një shok i mirë, një shoqe e mirë. Ta afron një punë dhe vazhdo përpara. Jeta pa shoqni pa rreth nuk ka funksionu asnjëherë. As sot nuk funksionon. Mirë, s'po të premtoj, po kam ardhur me pa, kam u njoft, me këshyr çka moni me m'ofru. Unë e moj fjallin që kom banë, amo ma shumë nuk po lype. Kjo na duhet. E di Katrin, është i raport që po të ngaj, amo po një na i lumëtur. Se që të mgojsh, asë njëherë kesh nuk kam të ra. Ta kom thonë dhe besoj që u binde. Kështu pra Lori Kloçk. Pelojnë atërë nesër, e të saktojna orën edhe ta tregoj venin, ku kime shku me bisedu për punë. Po të besoj edhe qëtëherë, Kaltrin, si gjithmonë. Atërë shif me nesër, pra. Shime. Kalofsh mirë. Ajo nuk e ka idenë se ku po futet. Asun se meritoj kur gjë për kësaj bote. Ama dije se që tash e bën se cili rolin e vetë.
Hajde. O, Jerik. Si? Shëndetja. A e mirë? Mirë, faleminderit. Ti? Mirë. Nuk ma mur menje që vjen, se në këtë qytet shumë pak vetën ata që mojnë fjallën. Urna. Të premtova që kam marrë veç me pa venin. Edhe pse jo, se nuk është që kam diçka për me humbë. Nuk i me hup asgjë. Për kundrase. Ti veç muno që me pas vullnet, shpresë dhe motiv për me vazhdu tutje. Në që domë të vogëla, Nuk e shef me sy që e shofon. Kjo nuk është vome vogël, po është pjesë zyre. Po është fillimi i diçkaje të madhe. Këto çdo punë që fillon e ndryshon jetën. E pse jo na është e jetën tonë? mu s'ka që ka me më ndryshu ma kërkosh. Une deri më sot kum gjetë veç dhimbja. Në çdo sen që e kom ndru. Dhimbja nuk është fundi e Jerik, është provë. Unë kom po shumë njerëz që kanë ra, por kanë mujt më qu. E ti i ke sytë atyre që nuk dorëzohen blet. Të kom po qëshire në parë. Mos ja nis me fjalë bukra, se bashkë prej fjalëve të bukra jëm djeg. Më kanë rrajt, më kanë mashtru. Unë nuk jam si ata. E di që s'm beson. Por më shumë kom jep për jetës se sa që kom marrë. Kom pas punë që kom hup miliona, veç pse jo kom besu njerëza. Ama nuk jom bendu, se njëri që nuk din me besu, nuk din as me jetu. Buka me fjalë nuk hahet. Unë s'du fjalë, unë e kom marrë këtu për punë. Edhe punën e ki, një kompani e jashme që kam në bashkëpunim, është ka lypë që për me uftu në javën tjetër bashkë atje. është paga e mirë dhe nuk ka rrezik. Kjo bu duket shumë e mirë për më kanë e vërtet. Çka i du dashti prej meje, se unë e di që kur zho nuk vjen pa një arsye. E drejt, nuk du shumë, veç du me të po që po jetë para. Unë s'muj me ecë me rena. E s'muj me bo diçka që nuk jam. Nuk po të thëmë një sen që nuk je, po të thëmë që për me unë ngritë. Ka dallim kjo, Lirik. Unë s'po di çka me të thonë. Besam që kur po më folë qështo, jetu më tutë. Si kur jetu ma lexu shpirtin. Ashtë pse e një mirë gjenjen e humbjes. E vani kom pas një gru që më kalon për arsye. Kure kujtoj, nuk kam dhef, por jam bosh. E pse më këtë zgjedh mu për këtë buzëqeshje? Sepse ti nuk din për me buzëqesh me interes. Ti je ndryshe. Kjo puna ka naj provë. A duna me firmos diçka? Jo sot. Sot nuk ka nevoj. Sot vesh njoja. E nesër, një darkë e mirë për me folë ma qetë rëpunës. Me të kalësu planin e plot, pa ungut. Pse dark? Unë e ku marrë këtu për punë. Unë e sy mësu me dalë në dark me njerëz që nuk i njoh mirë. E drejt, nuk po të vjeri për diçka tjetër, po për respekt. Për me ta spjegu punën, për me të njohë si person. Të si din, por në biznes, livja e njerëzve vlen më shumë se sa letra. Ku me u pa? Një vend i qetë, larg zhurmës, një restorant të kodrat. Po të e fjallën që s'ka me pas nëj surpriz, veç qone vete. Nëse veç e ndjej që s'është diçka e pastër, unë e kthejna me njëherë. Ti vendos, unë nuk puna që me të naltë. Veç do me pa, tu besu prap. Ku një femën e hun besimin, bota
i ndalën ngjyrat. Këta metet me pa nesër. Unë nuk premtoj kur gjo. E pra, kjo mjafton, t'je veshajtë. Pjesa tjetër e ndresh jeta vetë. A je normal, ku m'ki prun këtë vend? Vesh Pepina ka një kafe e ka një punë të vogël. O, ftyrë. O, miku jam, Mirë se ardhë. mi se qeton. Ti më zë po shkojmë në restorant. Ky është restorant. Lirik, kjo është restorant privat. Është pjesë e kompleksit. Këtu rrinë vetëm njerëzit e biznesit. Mos të tot, gjithçka është në kontroll. A e kupton të që unë si mësumet si vene? Unë e menuva që kemi marrë me një ven diçka ma të thjesht. Kush o kja qika që është të bërtit? Kjo është një shoqja jam e re. Ti e din që nuk duhesh me punë njerëz të paftuar. Në vend. E di. Po, ka njerë duhesh me do në qësi vana. Nëse të me po lumëturinë e jetës, kjo është realitete. Re këto ofrë se këto sillen milionat. Ç'ka është puna? Ç'ka është më ndo këtë punë? Ç'ka është më ndo shumë e rrezikshme? Jo, nuk është as pak rrezik. Kjo është një sport për njerëz që din me marrë rrezike me stil. Nuk të bën askush keq si je me mu. Me ka sa po im? Me ka 15.000 euro. Aje? Kallëzëm kur do me mshel. A je më rëti normal, parët janë firmës. Po kujna i intereson se kujna janë parët. E rëndësishme është se kush i fiton në fund. A nuk po e shef se sa e bukur është toja. Një dorë, një letër, kërejt, ndryshon. Jo, kjo s'është për mu. Unë Pse apo të mungon ojri jashta, apo s'ki besim mu. s'është puna të besimit, po kjo s'është diçka që ma ki premtu. Unë s'jam për gazeno. Ti më thënë me shku me një restorant qetë. Ej, nuk du zhurë më këto këni orën kolon tamë, pa poter, pa se e interesun me mshel. Kunon. A je normal, a përshet që jetu ju parët? Parët e firmës janë. Lirik, nështë po morë me një moment keq, por ndihmon pak.
për fat mirë. Fëshaj të ofër meja për një pas më të vogël. Kur më afroheshti, më heci loja. Mos gabo me sill punën me mu, unë s'kam lidhje me çdo sa në që jetu i bote. Mos fol me tonë të lartë. A për shef sa njeri ish këto, nuk i këto në salkin e maja. Veç të ush me ullë, në mëse presh lojen. Kur të fitan, a shef se që po me ndodhë. Është nuk më pse në teatr. Duhet me lujt një bas me vlerë. Çfarë bastin? Çka i tu fol? Kur s'ke më pare, vendosim diçka tjetër në tavolinë. E di çka vlen më shumë se parja. Unë s'jam basti i kërkujt. Ti m'ke fol për punë. M'ke rajt, m'ke dhënë shpresa. Unë s'jam mall, tash jetu m'fol për bast. Në spërtet, a për shef që janë të në po njerëzit, të në këshyrjen. Ti s'ke drejt më në qëto vene. Unë s'jam shpo menon te. Qo të ti jashtë? Po, Katrin, më në fund e erdhe, ha? Qa puna, Që të qëshje? Jo, ka pak. Okej. Qysh për ecë puna me Jerikën? Puna është të hecë mirë, Apo ecë plani që shumë thonë? plani është të hecë mirë, fitim ama me thonë drejtë me shumë vështërsim të bëjë qëta. Po, ha? Fitim nuk është e letë, unë e kam shoqe. Po e di. Mirë. Po pjesa pare marrëveshjes nuk presion ty shumë gatë. Po fitim, e ki pjesën tonë që ashtu që shina mirë vesh. Ama durim pak se nuk shkujnë sanat ketë qështu për miniherë. Ti kujdesësh me shkuj çdo sen qetë, nuk du me po surpriza. Nëse Lirika e kupton, domon kena me dështu të komplet të tonë. Pikërisht për që të punë jam të munu që me shku gjithë shka në regull, gjithë shka mirë, gjithë shka ka dalë dhe gjithë shka me vullnat. Okej, mirë. Fitimën e gjithë sen jam të munu me majtë në kontrol. Lorika nuk është bash naive se që marrë na. Është një femën shumë e gjumë. E gjumë gurin shumë lartë. Veç mos bën gabim. Nëse e merr vesh diçka, domon na humbim komplet, gjithë. Unë e di që Lirika është ndjeshme, po nuk duhet kur me dyshum. Fitim, nuk ka rrezik. Lorikën e njofmi, edhe njëf shpirtin e saj. Edhe po mununa në çdo mënyrë më konë qetë, mirë, më na shku plani ashtu që kena planifiku që të se. Aja nuk duhet me ngu kërgjë prej nesh, kërgjë Katrin. Fitim, mos është të sabra, sa ajo nuk ka me dyshu gjithë kur gjo. Ajo thjesht beson tek Altrina. Mirë, kjo nuk më konë fitim për neve. Po nëse dështojmë, dihet që sa s'ka më namet. Ti e di shumë mirë që unë nuk dështoj. Po, plani është të shku ashtu që kena planifiku dhe ashtu që duhet. Kështu që, hajde hecme edhe mës të hupmi ko ma shumë.
je mirë? Jo mirë. Fitim ka ndodhur shumë sene të këqija. Se di as çka me thonë. E ti që je këtu me... Kom tosh me të shkru, me të pyt. Se... Ti më marak për te. Je bo me rak? Qa po dojnë me thonë? Mas këtë sanve që ka ndodhë, këtë që asaj bërtime që ma ki dhonë, loje standet 5 që e ki bo me gonxhen. Me rak je boa? Lirik, unë s'kom pas lidhje me asnjërin prej tyne. Unë thjesht po mbjena veç me ty. Se e di që je plagosne, e hutume, unë e di që ke humbë besimin. Qysh me të besu, Fitim? Qysh me të besu mas këtë renave që me ki bo? Nuk e di shka ka ndodhë, nuk jam të kuptu kur zho. Mos u frikso zemër, unë s'jam si ata. Unë nuk e më të mashtru kur. E di që ke pas probleme njerëz, e di që kanë gënjy. Po në s'kom me tonë unë shef. Fitim, unë komet pa fuqi. Sytë e mi nuk rajnë, nuk e di ja muj me të besu. Beson veç mu. Nuk kam nevoj me të morë me mashtrime. Veç du me të pas ofër me të mbrojt. Nuk kam dore me të pas qështë. Fitim, unë nuk e di që ato ndodhë me ftyren edhe me kaltrinën. Unë s'kam ku me shku, nuk kam ku mu majtë. Mos u tut Lirik, je në dorën tem. Tregoj gjithë çka që ka ndodhë. Nuk ka nevoj me më shef kur gjë. Qaj ftyra më ka qume një kazino, edhe nuk e di çka ka ndodhë, a i lujti, hubi shumë pare, edhe masane kaltrina... Qëtëso. Nuk e në Kaltrinën. Thjesht kur se kom taku. Tregom a je mirë tash. Unë nuk kom me lanë me ndodhë kërgjë e keqe. Në zemrë po më dajmë, Fitim. Se di kush jam mua. Nuk e di as kujt mi besu. Beson vetëm mu. Beson që du. Vetëm ti dhe unë. Kur gjë tjetër nuk ka rëndësi. Dikur më gjithon fjallë që keme majtë gjithë. E tash a dojnë me majtë. Po, tash je sigur në shpinë teme. Në jetën tem kur gjë nuk ka me ndodhë. Po, pesha. Kristanet që ka ndodhë më kanë trondit. S'po di çka ka me ndodhë. Hajde me mu jetë sigurt. Besom se kërkush nuk ka me guzu me të prejtë. Po të besoj. S'po di, po të besoj. Shumë mirë zemra, shumë mirë. Ta çdo zan ka me shku që duhet. Ti je veç e jamja. Kaltrin, Hej, Lorik! Qëshje? Qa bune, Loq? që shki mujtë me mrejt, me ma prezentu ftyrën se dikush tjetër. Lorik, që ca jo, Loq. Për çdo sa në jetë është me një arsye. Nuk i nevoj mi morë sanet bashkë kështu me vrull. Ka dalë, merre veten me qetësi. Kush t'ka mashtru? Çka ka ndodhur? Arsye, tim ki rejt, ma ke prezentu një njeri mashtrues se dikush që nuk është. Si diçka të vërtet. Lorikën, dëgjo. Unë po të kuptoj ty shumë mirë. Edhe ta kuptoj plotësisht zemrën tonë. Po ka njeri diçka njëtë do të me hup. Për me arrit ato që e dëmë, për me vazhdu për para. Nuk shkojnë sa në të shpomenon të jetë gjithmonë me besim edhe gjithmonë me lule. Jetë ma të mira, Ma të mirë. se s'ma tregove të vërtetën, pra, po u mënove me mashtrime. Lorikën, dëgjo. E vërteta, po ta kisha tregu në fillim, ti nuk ishe hin këta. Ti ma ke kërku mu për më të ndihmu ty. Ma ke kërku si punë. E vetë mja mundësi edhe punë që ku mujtë më të afru kun kja, pse po më kondërshton tash? Vetë ma ke kërku punën, vetë ma ke kërku ndihmën. Tash më së mbo edhe mashtruse. Edhe kërkuse, edhe mashtruse. Kujt për shërben kjo që jeta duhet më ndërtu me rreth 3? Ti më ki përdor, më ki shkatru gjithë shka. Unë të kum shkatru ty? E jo, zemra e me mira. Qëfar shkatërimi për mërti? Unë të kum su qysh do të me jetës për para, qysh do të me vazhdu jetën. Jeta është kjo, me një rreth të ri, me një shoqëri të ri. Jetën kur ta vazhdojsh për para, herë zosh, herë qosh, Unë s'po di shka me thonë më, se di as kush jam. Veç di që më ki lëndu qas shumë,
Po me njana ashta duhet edhe me kuptu. Lorik, nuk i nevoj me majt vetën mlef me mu. Ti sa mon mlef me mu, ma mirë në gritë e vetën e zoj. Lorik, këshura ma ma në sy kur të flas. Kjutna. Gjitha sa në jetë ndodh për një arsye. Në qëfë se kjo jetë po dokot e ertë, ma mirë është mu ngritë se sa me zbritë. Prap ti e dim, ti vendos. Nashta ki drejt, ama që kjo nuk dhe me thonë që unë kom pranu gjithë shka. Po, që kjo është ajo, që kom desh me donë mësimën ty. Nuk do është njetë me pranu se çka do që të vjen për para. Po, një femën e fort dhe me vazhdu, me mbrojt vetën, me ditën situatë. Njerës që të kanë tratu nuk do me thonë që krejt bota janë të njëjtë. Ka edhe njerës mirë për kësaj dynjaje. Ka me provu nashta me jesë për para, ama kur s'ka me harru se qa ka ndodhë. Loq, asnjëherë njetë nuk dush me harru sa në që ndodhë dhe në vinë. Se nuk harrohen. Edhe po desh të ti me harru nuk harrohen. Po kjo është ajo, që njeri piseneve të këqia mëson edhe vazhdan jetën për para. Ti lojna këtu mua bete se me të më rrugë këtu folë, bajtë shkojnë e pina ka një kafe, se dhe ashtu kështu kesh të shku me pi kafe. Jo, ti vazhdo, unë e kam rrugën tam. Okej, qështu, shka lefsh mirë.